Top 20 Christian Songs. 20 hitet më të mira të muzikës së krishterë vijnë për ju çdo fundjavë në valët e Radio Emanuel. Top 20. Dëgjo muzikë, jeto një jetë me frymësim. Rikthehemi sërish në studio me njërin mbas hapësirës muzikore për të ndalur në këtë momente tek biseda sot me Gzim Myrte nga Kisha Ungjillore në Bilirt. Gzim, kënaqësi të jemi së bashku në ditën e sotme dhe të falenderoj që mes gjithë angazhimeve që ke, gjithë mundësinë dhe kohën për të qenë pjesë e programit Muzik Plus në këtë sezon të veçantë. Po, faleminderit Kela për ftesën. Është kënaqësi edhe Gzim të jemi në ky programi. Kështu që faleminderit. Dhe unë të falenderoj edhe një herë dhe sot në fakt ne do të ndalemi së bashku jo vetëm tek shpresa në këtë Krishtlindje, por mbi gjitha se si këtë shpresë, këtë dashuri, këtë besim juaj për cilin më së miri përmes një shërbese shumë të veçantë që keni, sikurse është shërbesa i lirët, duke marrë spunto edhe nga dita e sotme, dita e personave me aftësi të kufizuara, por përpara se të ndalemi më gjatë tek kjo shërbesë dhe gjithçka që ju realizoni, më trego pak se si po e përjeton Krishtlindjen, çfarë kuptimi ka shpresa për ty në këtë periudhë të veçantë. Po, tani Krishtlindja është një kohë shumë e gëzueshme, një kohë ku mendoj që edhe në përgjithësi njerëzit janë dashamirës, të mirëpresin. Zakonisht janë këto bisedat e mira që do më është një kohë festesh, edhe mendja, edhe zemra mendoj që futet në këtë atmosferën, edhe njerëzit janë shumë ndryshe këtë muaj se sa ndoshta janë më të dashur, më të sjellshëm nëse mund ta quajmë kështu, më të butë me njëri tjetrin. Janë më të gatshëm për të duruar, edhe për të falur, edhe për që të bëjnë që gjërat të shkojnë mirë. Kështu që edhe ne jemi pjesë e kësaj shoqërie, kështu që Krishtlindja na i ka ndryshuar pak sa shumë atmosferën, po edhe gjithashtu edhe këtë gjendjen shpirtërore. Tani ne si besimtarë e kuptojmë më së miri çfarë Krishtlindja është, edhe kjo shpresa që Krishtlindja sjell. Kështu që ne të paktën të krishterët duhet të gëzohen dy herë, nëse njerëzit e thjeshtë që nuk e njohin Perëndinë gëzohen për shkak të festave, atmosferës, zbukurimeve, gjërave të tjera, dhuratave. Ne si të krishterë, Krishtlindja na tregon për këtë shpresën e përjetshme. Se kur bëhet fjalë për Krishtlindjen, ose kur bëhet fjalë për shpresën e Perëndisë, zakonisht lidhet me këtë, me premtimin që Perëndia ka dhënë. Edhe po ta shohim që në fillim, që prej zanafillës, Perëndia ka premtuar, mbasi ne njerëzit mëkatuam edhe u ndam nga Perëndia. Perëndia për shkak të dashurisë ka për ne, premtoi që dikush do të vijë dikush për të na rregulluar këtë marrëdhënie që mëkati na i prishi me Perëndinë, për shkak se Perëndia është i shenjtë. Edhe nga ana tjetër kur bëhet fjalë për shpresën e Perëndisë, gjithmonë lidhet edhe me këtë, me veprat që Perëndia ka bërë. Shpresa e Perëndisë nuk është si një dëshirë, njerëzit shpresojnë ndonjëherë me këtë dëshirën e mirë që se gjërat do të bëhen mirë. Ne të krishterët nuk e kemi vetëm me këtë ndjenjën e optimizmit, po kemi diçka reale, tham këtë që Perëndia ka premtuar, kur e shohim këtë tjetrën as kjo veprat që Perëndia ka bërë, Perëndia është besnik, edhe besnikërinë e tij na i ka shfaqur ne, nuk na i ka bërë të vështirë për ta kuptuar besnikërinë e Perëndisë. Edhe ne kemi shpresë për shkak të këtyre gjërave që shohim, që Perëndia është mirë dhe besnik, që Perëndia premton, Perëndia e mbajti premtimin, po gjithashtu edhe veprën që ka bërë. Kështu që edhe nga ana tjetër është kjo që kur e shohim këtë është kjo siguria e të ardhmes. Qa festojmë ne? Krishtlindjen, premtimin e mbajtur të Perëndisë. Perëndia tha që do të vijë dikush për të rregulluar marrëdhënien që është prishur për shkak të mëkatit, edhe erdhi vetë Perëndia. Perëndia me ne është emri që engjëlli i tha Jozefit për t'ia vendosur Jezusit. Kështu që kjo është shpresa. Shpresa është premtimi i mbajtur, i realizuar edhe i jetuar i Perëndisë, edhe këtu bazohet edhe shpresa që ne kemi. Ne kemi një shpresë të paluajtshme për te situatave që luajnë. Ne kemi një shpresë për te
kjo pesimizmi që mund të kenë njerëzit, për shkak se Perëndia është besnik edhe nëse ai e ka thënë, ai e mban fjalën e tij. Kështu që bazohemi tek Perëndia kur bëhet fjalë për shpresë, po jo tek uni jon. Më trego pak se si janë përgatitjet në kish momentalisht për Krishtlindjen, në shërbesat e ndryshme që ju keni, çfarë duke ndodhur dhe çfarë do të ketë aty? Po, zakonisht në kisha ungjillore në Bilisht, përgatitja fillon përpara dhjetorit, se duam që edhe të kënaqemi me zbukurimet ose me gjërat që janë menduar për t'u vendosur, që të na ndihmojë mendjen edhe zemrën të futemi në këtë atmosferë. Kështu që është një grup që zakonisht mendon edhe i realizon këto dekorimet kur bëhet fjala. Ose edhe zakonisht kemi një theme, një titull të asoj stine, edhe që predikimet kanë të bëjnë me ato, ose në mënyrën se si e zbukurojmë kishën, edhe se duam këtë, që njerëzit që vinë gjithmonë në kisha, po edhe vizitorët, të mund të futen në këtë stinë, jo vetëm me këtë atmosferën, po edhe duke menduar, duke reflektuar. Tani si kishë po e lexojmë, kemi marrë këtë librin Ti tokë pritë mbretin tënd, edhe janë këto si devocionet të vogla. Edhe duam që vërtet të angazhohemi për këtë muaj, që mendja edhe zemra, edhe trupi, edhe qëndrimet, edhe veprimet, rrutulliten rreth të vërtetës që Perëndia është me ne, edhe tani si të kënaqemi me atë që Perëndia është, po gjithashtu si ta bëjmë edhe Perëndin të njohur tek njerëzit e tjerë. Kështu që përveç atmosferës të bërjes gati të dekorimeve, kemi edhe këto, si të bëjmë gati zemrat edhe mendjet tona që të mund të bashkëveprojmë më shumë me Perëndin. Çfarë tema keni zgjedhur për këtë vit apo këtë stinj? Po, kjo tema madhe është kjo që ti tokë pritë mbretin tënd. Po. Edhe në fakt këtë vit kemi bërë diçka ndryshe se kemi ftuar 4 predikues që janë jashtë kishës ungjillore në Bilisht, kështu që kishim shonin javën e kaluar, edhe në javën në vazhdim do vinë 3 predikues të tjerë, edhe që prap do të jenë në rreth kësaj teme. Mi kemi dhënë pasazhe të ndryshme, po se edhe duam që ta lexojmë këtë librin si kishë, përveç studimeve që bëjmë ne si komunitet të mërkurave zakonisht që kemi, duam që edhe se ky është libri i vogël që mund ta lexosh ditë për ditë nga një kapitull të vogël, edhe të mund të meditosh edhe të mendosh rreth asaj që Krishtlindja sjell ose është, ose që duam të fokusojmë mendjen edhe zemrën. Se është nëse nuk e fokusojmë ose e qëndrojmë mendjen, kjo pastaj do ta kemi mendjen në dhuratat, ose do ta kemi mendjen në gjëra që na i fokusojnë drejt qëllimit të Krishtlindjes, të cilët ne i kemi pjesë të sezonit, të festave, por që nuk janë kryesorët. Ato janë element plotësues për të përcjell atmosferën e Krishtlindjes. Më trego pak më tepër se si ju ka prekur ty personalisht në këto momente, duke qenë se je këtu në studio, por jam e sigurt edhe pjesën tjetër të grupit puna me fëmijët me aftësitë kufizuara në kishën e Bilishtit, sepse ju keni një shërbes specifike kushtuar atyre. Është e vërtetë, shërbesa është e re, rreth një vit e gjysëm që ka filluar, edhe mendoj që një gjë që na ka prekur ne që shërbejmë atje ka të bëjë me këtë që e ka bërë në fakt më të vërtetë ungjillin. Duke i shërbyer, duke i dashur, duke kaluar kohë me ta, të vërtetën e ungjillit e ka bërë më të prekshme, e ka bërë më reale, edhe kemi mundësi ta njohim Zotin, se tani ne e predikojmë, themi që Zoti është i dashur, ai kujdeset, është besnik, zemra e tij është për njerëzit të marginalizuar. Edhe unë mendoj që kur ne i shërbejmë atyre, kemi mundësi që këtë fjalë që e besojmë, ose që e themi, ose që e lexojmë, të bëhet realitet. Edhe mendoj që kjo shërbesa e lirëve, një gjë që e ka bërë të mundur, e ka bërë këtë të paktën për mua personalisht, po t'i pyes të tjerët, është e njëjta që këtë dashurinë e Perëndisë, kujdesin e Perëndisë e ka bërë real. Se mund ta shohim në gjatë takimit, mund ta shohim kur shkojmë për vizite dhe i vizitojmë fëmijët edhe familjet e tyre, mund të shohim
prindrit ose gjyshërit, kushdo kush ka mundësi për t'i sjellë, qëndrimin e tyre dhe se sa ata ndjen të gëzuar kur fëmijët janë të gëzuar. Edhe e shohim këtë bashkëpunim që Perëndia nuk do të mirën e të gjithë, jo vetëm të fëmijëve, po do edhe të familjes, edhe të familjes të madhe, gjyshit edhe gjyshes. Kështu që një gjë që na ka ndikuar është kjo që e ka bërë reale atë që ne besojmë dhe e predikojmë. Besimi pa vepra është i vdekur. Pse pikërisht i lirët? Çfarë do thotë kjo? Po, i lirët në fakt ka lindur para ndoshta 4 viteve. Tani kisha ungjillore ka qenë e përfshirë me të marginalizuarit që prej fillimit. Edhe ne para 4 viteve patëm mundësi, edhe jo vetëm që ka qenë e përfshirë në komunitet, po edhe ne si kishë kemi njerëz me aftësi të veçanta që janë pjesë e kishës që prej ndoshta 20 viteve ose 25 viteve. Edhe para 4-5 viteve na u bë një ftesë për të shkuar në Nine to Shine në Erseke. Edhe ne nuk e kishim idenë se çfarë të bëjmë, kështu që thamë diçka do ta fillojmë me njerëzit e kishës. Edhe i pyetëm ato familjet që vinë në kisha, janë diku në 7 ose 8 familje mund të kenë qenë. Se mbaj mend që kemi qenë me 2 fugona që kemi vajtur. Edhe i thamë që hajde, është një aktivitet që po bëhet për njerëzit me aftësi të veçanta. Nuk e dim as ne si do funksionojë, çfarë do bëj, po kemi dëshirë që të jemi prezent. Kështu që hajde edhe ne mësojmë, edhe ju mësoni, edhe shohim ndoshta si mund ta përdorë Zoti këtë për kohën që po vjen. Kështu që shkuam, u kënaqëm, edhe jo vetëm që u kënaqëm, po e pam se Night to Shine është kjo që do mi vlerëson këta fëmijët me aftësi të veçanta, edhe ja jep vëmendjen që duhet. Gjithë kujdesi, vëmendje. Edhe pam se sa shumë një aktivitet si ky i ndikovi fëmijët edhe familjet, se edhe familjarët u ndjen shumë të vlerësuar. Patjetër, në aspektin emocional. Po, që fëmia im është në qendër të vëmendjes, njerëzit po i shërbejnë, po e duan, po e respektojnë. Ka mundësi për tu argëtuar dhe po, edhe pastaj argëtimi edhe kjo. Edhe kur e bëm për herë të parë, e pam se sa shumë i dobishëm edhe i rëndësishëm ishte si për fëmijët edhe familjet. Kështu që vitin e dytë kur na ftuan, i pyetëm që a mund të zgjerohemi, a mund të ftojmë edhe njerëz të tjerë në këtë vallen tonë për shkak se u kënaqëm. Edhe mundësia ishte që të zgjeroheshim, kështu që bashkëpunuam me bashkinë, edhe bashkia na bëri të mundur kontaktin me njerëzit edhe familjet e tyre. Edhe kur vajt me vitin e dytë, duket se ishin diku në 33 veta që bën pjesë e asojt, edhe një gjë që pamë gjatë vitit mbas festës, mbas gëzimit, ishte që kur i takonin këta njerëzit ose familjet e tyre, ishin kur do bëjmë prap. Kishin nevojë për diçka. Kur do bëjmë diçka. Edhe tani kështu lindi edhe për ne që edhe lutja jonë ose pyetja jonë që po i bëjmë Zotit është jo Zot, a ka ndonjë gjë që ne mund të bëjmë përveç se sa një herë në vit. Ne shohim që është një komunitet, e shohim që në të shumtën e rasteve ky komuniteti është lënë jashtë. Tani si mund të bëhemi pjesë e këtij komuniteti, edhe si mund të ndihmojmë, të ofrojmë edhe ne dashurinë që ti na ke ofruar. Kështu që pati një kohë që nuk po bëmë ndonjë gjë reale, po pastaj duke u lutur, duke patur ca kontakte të ndryshme, edhe ndoshta kjo mund të jetë edhe një thirrje për kishat. Një nga problemet tona ishim, po ne nuk jemi profesionistë të fushës. Edhe kjo na ndalovi disa herë në këtë ritmin për të bërë diçka. Edhe tani nëse dikush nga kisha po dëgjon edhe ndoshta janë në këto ujëra që ne kemi qenë, nuk ke nevojë të jesh profesionist. Nëse je profesionist, sa mirë që je profesionist, po nuk ke nevojë të jesh profesionist për t'i dhënë dashurinë që Perëndia ti tashmë e ke. Nëse je besimtar, e ke eksperimentuar dashurinë e Perëndisë, do t'ja japësh dikujt tjetër dashurinë e Perëndisë, nuk ke nevojë të jesh profesionist, ke nevojë të jesh një besimtar i bindur ndaj urdhërimeve të Perëndisë. Kështu që mendoj që nëse dikush po na dëgjon edhe do më kisha ose shërbesa po pengohet për shkak se nuk po gjejnë akoma profesionistë, nuk ka problem. Zoti do të siguroj profesionistë ndërsa ti shkon, po bëj atë që ke mundësi për të bërë si kishë, edhe profesionistët do vinë. Ne
në një farë mënyrë ne I tham Zotit që Zoti jemi gati t'i vëmë talentet dhe dhuntit përpara fronit tënd edhe që ti të përdorësh, edhe patjetër që profesionistët janë të rëndësishëm, edhe ne një gjë që bëjmë është kjo që gjithmonë që bijmë në kontakt me njerëz profesionistë, I ftojmë ata tek takimi jon, I ftojmë që të flasin, I ftojmë që të japën nga eksperiencat e tyre, nga ajo që ata kanë studiuar, edhe po nga ana tjetër do të duash ti trajtosh ata me dinjitet, të kujdesesh për ta, të kalosh kohë me ta, nuk ke nevojë ti jesh profesionist, nuk ke nevojë ti jesh besimtar, edhe nëse tashmë je profesionist në këtë lloj këndvështrimi. Kështu që kjo është ajo që na ka ndihmuar që të marrëm disa hapa, të vëmë përpara Perëndisë edhe t'i themi jemi gati Perëndi, edhe mendoj që Perëndia jo vetëm na ka bakuar, po edhe na ka drejtuar, po edhe ka sjell njerëz profesionistë për të qenë ndihmë ndaj. Ja tani kemi si për shembull një fizioterapiste që ne nuk e kishim menduar ndonjëherë, po ajo është e përkushtuar, po vjen çdo të shtunë kur e kemi programin. Ose po vjen një psikologe që është në shkolla e Ersekës. Edhe erdhi me javën kur ishim me studentët, do të vi prap këtë të shtunë, edhe pastaj mundësi të tjera ku kemi patur nga miq nga Amerika ose edhe gjitha shqiptar, që ju keni. Kështu që mendoj që profesionistët do të vinë, e rëndësishme është që qëndrimi edhe zemra jonë të jetë e dorëzuar tek Perëndia, edhe Perëndia do t'i bëj gjërat në kohën e tij, në stilin e tij, po, që bashkëveprojmë për mirë. Kështu që kjo duhet të na inkurajojë dhe motivojë që të marrim disa hapa, edhe patjetër që duhet të kërkojmë për profesionist kur është e nevojshme për sidomos edhe në këtë aspekt. Po. Ne do të kemi një shkëputje shumë të shkurtër muzikore për të rikthyer vetëm pas pak për të vazhduar bisedën tonë në studio, por në këtë momente ndjekim këngën Të adhurojmë nga Ndërbresa. Më madhi ti Jehosu në botën të mbi gjithë zemra është më madhi ti Jehosu në botën mbi gjithë zemra është Ne të
Ta adhuroj nga ndërbreza është një këngë në gjuhën shqipe që na rithen në studio në programit Muzik Plus për të vazhduar bisedën ditën e sotme me Gzim Myrten nga Kisha Ungjillore në Bilisht. Gzim pak më parë ishte duke prezantuar mënyrën se si lindi shërbesa i lirët, që tashmë keni thuajse çdo javë, prandaj më trego pak më tepër se si funksionon kjo shërbesë. Si fëmijët apo edhe ndoshta më të rriturit bëhen pjesë e saj, edhe pse jo. Jam e sigurt që për gjatë takimeve ju keni marrë mësime shumë të rëndësishme nga ta që lidhen me besimin dhe shpresën. Mund të ndash disa prej tyre. Po, tani shërbesa është mënyra se si e bëjmë është 6 javë edhe pastaj marrim 2 javë pushim. Po takohemi çdo të premte, edhe është programi vetë është për rreth 1 orë, ku përmban ushtrime fizike për fëmijët. Edhe personat që janë të përfshirë atje janë fëmijët edhe para të rinjtë. Edhe më duket kemi një që është nga gjimnazi, po ai ndihmon më shumë me muzikën se sa me aktivitetin. Po jemi bërë profesionistë, se kemi patur mundësi të marrim ca sugjerë që janë profesionistë për të bërë ushtrime të ndryshme, edhe që nëse bie të mos vritesh për shkak se janë shumë të mirë. Po Geli, nusja e pastorit, kur ka qenë në Amerikë, ka patur mundësi të punojë në një palestër, duke ndihmuar fëmijët me aftësi të veçanta. Edhe Geli po bën të njëjtën gjë edhe këtu, kështu që kemi pothuaj se ndoshta 8 ose 10 lëvizje çdo javë që fëmijët i bëjmë, ndajmë në 2 grupe, edhe po gjatë kemi një këngë, pastaj në fund fare të takimit kemi një vlerësim që çfarë shkoi mirë, çfarë fëmijët bën, çfarë ishte një gjë që atyre i pëlqeu më së shumti. Po gjithashtu në çdo program që bëjmë kemi një histori nga Bibla që i themi, ose këndojmë edhe një këngë që tani të shumtit fëmijëve e kanë mësuar edhe e këndojnë edhe atë këngën. Po. Kështu që këto janë disa nga gjërat që bëjmë me fëmijët. Po një gjë që të paktën kemi mësuar është kjo, që e shohim këtë dashurinë e Zotit që nuk është e kufizuar. Edhe jo vetëm që nuk është e kufizuar, po që nuk ka barjera. Kemi mundësi të shohim këtë që fëmijët e kuptojnë realitetin kur njerëzit nuk kanë interesa dytësore ose tretësore, po fëmijët janë të parit. Edhe kemi parë këtë që se sa të dashur ata janë, ose sa bashkëveprues për të bërë gjërat që kanë qenë ndonjëherë ca ushtrime të vështira për t'i bërë. Kështu që po kemi parë këtë dashamirësinë e prindërve gjithashtu që të bashkëpunojnë, të dëgjojnë. Shumë e rëndësishme që ju të keni një ndërveprim të vazhdueshëm edhe me prindrit. Edhe me prindrit në fakt bëjmë një bisedë në fund të takimit që këto janë gjërat që bëjmë, këto gjëra i ndihmojnë fëmijët, për këto do ishte mirë që edhe ju t'i bëni kur jeni në shtëpi. Kështu që kemi, po edhe me prindrit, tani ishte një kohë ku prindrit ishin në salla e madhe. Mirë, po tani nga që fëmijët janë ambientuar shumë mirë me ne, mund të rinë me ne, kështu që prindrit shkojnë në dhoma tjetër, ka një kafe, një çaj. Edhe ata marrin pak kohë për veten, sepse e dim se sa nevojë kanë prindrit e fëmijëve me nevojat veçanta. Për të pasur të paktën 1 orë kohë për të bashkëbiseduar me persona të tjerë, për të qetësuar me veten. Është shumë e vërtetë, ata kanë shumë nevojë për ca kohë, kështu që atje i mundsohet nga pak që ata të mund të flasin edhe me prindër të tjerë, se donjëherë ndajnë eksperjenca. Donjëherë kur je vetë të bëhet bara e madhe, por kur dëgjon, kur sheh njerëz të tjerë, sikur letësohet pak bara reale që është kur kujdesesh për të vërtetë se kanë shumë të vështirë dhe sidomos një pjesë e tyre jetojnë edhe në zona rurale apo jo. Po, të shumtit e fëmijëve që vinë atje janë në fshatrat, edhe tani kisha është e përfshirë duke shkuar edhe duke i marrë, edhe gjithashtu duke i shpanë. Kështu që programi është për 1 orë, po ne fillojmë 1 orë para dhe kemi pastaj 1 orë mbrapa. Kështu që jemi 3 orë të përfshirë në programi, po është kënaqësi edhe gëzim. Ne bëjmë me shumë dashuri, me përkushtim, edhe
jemi të gëzuar që Perëndia po na jep këtë mundësi për të Keni për të menduar shërbyer. për të bërë ndoshta diçka të ngjashme edhe për më të rritur, sepse dim që kalon kjo faza e fëmijërisë që prindrit janë afër tyre, mundohen t'i përfshin aq sa munden jo vetëm në shërbesa në kish, në rastin tuaj, por edhe në plot institucione dhe aktivitete tjera, por në momentin që ata kalojnë të paktën 18 vjeç, e kanë të vështirë që të gjejnë veten, edhe të jenë ndoshta aktiv në një shërbes tjetër apo në një grup tjetër. Një gjë që duam që kemi dëshirë të bëjmë është ndërsa kemi bërë këtë parkun përpara kishës, edhe kemi në bashkëpunim me bashkinë, duam që të hapëm një kafe, edhe duam ta quajmë Ilirët, edhe ideja e kafes do të jetë që si ti përfshim Ilirët, duke marrë pak eksperiencë, duke patur pak disiplinë për në punë, edhe duke i ndihmuar, ndoshta duke i dhënë atyre një eksperiencë të vogël, që ndoshta do ketë bizneset e tjera në Bilisht që do të jenë të hapur edhe të dashur për të punësuar dike që e kalon moshën 18 vjeçare. Kështu që një nga dëshirat që është që duam të hapëm një kafe të vogël, edhe ku Ilirët fëmijët me nevoja të veçanta të mund të shërbejnë, edhe po gjithashtu të mund të një gjë që duam të bëjmë është që të jemi si kështu trajner ose coach në siç është në anglisht, po kemi një vajzë që punon atje në kisha, edhe puna e saj në Amerikë ishte kjo, që ishte trajnere për për fëmijët mbi 18 vjeç që në punën e tyre, edhe puna e saj ishte si ti trajnoj, si ti ndihmoj, si të besoj që do t'ju ndihmoj shumë. Edhe kjo është edhe dëshira që ndoshta si të bëjmë diçka të kësaj natyre në komunitetin ku ne jemi, që këta fëmijë që bën 18 vjeç edhe ndoshta bizneset edhe kanë të vështirë të marrin një hap besimi ose një mundësi, ndoshta si të kemi ne këtë mundësi për t'i dhënë një eksperiencë të vogël që pastaj ndoshta kjo të mund të shkojë, të ndihmojë, t'i aftësojë që ata të mund të shkojnë të zënë një punë dhe të jenë pavarur aq sa munden patjetër. Po, kështu që kemi një ëndër, kemi një dëshirë, edhe duam që së shpejti ta fillojmë. Më vjen mirë dhe është një mision shumë i rëndësishëm që jeni duke ndërmarrë. Dhe në kuadër të kësaj, çfarë mesazhi do t'i jepni komunitetit për përfshirjen dhe dashurinë ndaj personave me aftësi të kufizuara, jo vetëm gjatë kësaj periudhe, gjatë festave, por në çdo ditë të vitit. Edhe duke marrë spunto nga ajo që ju synoni të realizoni në të ardhmen me këtë kafe, por jo vetëm. Po një mesazh që për komunitetin do të ishte ky, që duhet të fillojmë dhe ta ndryshojmë mentalitetin ose qëndrimit që kemi kur bëhet fjalë për fëmijët me aftësi të veçanta. Edhe duhet ta ndryshojmë mentalitetin se mentaliteti mund të jetë kështu që ata nuk mund ta bëjnë këtë, ose ata nuk e kuptojnë, ose ata do mund t'i karakterizojmë ose t'i futëm në bokse nga më të ndryshmit, ku ata nuk janë. Edhe mendoj që para gjë që duhet të bëjmë është kjo, të ndryshojmë mentalitetin, edhe duhet t'i trajtojmë me dinjitet për atë që ata janë, jo për atë që ata nuk janë. Edhe fëmijët me aftësi të veçanta, edhe pse mund të kenë, duhet t'i trajtojmë, edhe ne njerëzit kemi disa pa aftësi që na karakterizojnë. Edhe tani duhet edhe ne ti shohim ata fëmijë, ti shohim me dinjitet, ti shohim me përkujdes, ti shohim me dashuri, edhe ti shohim kemi nevojë ti ndryshojmë qëndrimet edhe sytë, ti shohim siç ishte Perëndia këta njerëzit. Edhe në këtë mënyrë pastaj kemi mundësi të ndihmojmë, kemi mundësi të bashkëveprojmë, kemi mundësi ta ngrejmë zërin për ta, po edhe kemi mundësi që të mos i futëm në bokse të ndryshme edhe pastaj t'i lëmë atje, po që të bëjmë pjesë e shoqërisë ku ne jemi. Kështu që duhet të fillojmë t'i trajtojmë në atë mënyrë që ata pastaj të jenë pjesë e shoqërisë tonë. Se nëse ne fillojmë edhe i etiketojmë që ky kështu, ai tjetri ashtu,
po ja heqim të drejtën atyre, edhe kjo s'duhet të ndodhë. Kështu që duhet të ndryshojmë mentalitetin, duhet të marrim disa hapa se si i trajtojmë, si i shohim, edhe si veprojmë ndaj tyre. Po, edhe pastaj duhet i përfshijmë, ata mund të kenë një aftësi të veçantë, po të gjithë ne kemi nga një aftësi të veçantë. Kanë talente po kanë talente, ata kanë mendje, kanë zemër, kanë ndjenja, një lloj si ne, kështu që le të mos janë ndrydhëm ato, po le t'i duam, t'i trajtojmë edhe t'i përfshijmë ata në jetesën që bëjmë, për shkak se janë një lloj si ne. Jemi në muajin më të veçantë të vitit, prandaj në këtë Krishtlindje, cili është kujtimi juaj më i veçantë, por edhe lutja juaj më e madhe për komunitetin, duke qenë se jeni shumë të vështirë në komunitet përmes shërbesave të ndryshme që keni. Po ja, një nga këto dëshirat është kjo që si ndoshta komunitete ose kisha të ndryshme ose organizata të ndryshme mund të bashkëpunojnë për që të bëhet zëri i tyre të dëgjohet. Edhe ne këtë të shtunë po bashkëpunojmë me kishën e Erseke. Edhe ata kanë filluar një program, edhe më duket se quhet Shkëlqe. Ne kemi lirë, ata kanë Shkëlqe, edhe ideja është që ata po vinë, po bëhen pjesë e programit. Pastaj do kemi një festë të vogël. Po ideja është që si të mund të bashkëveprojnë me organizata, kisha, ndoshta bashkinë ose elementet e tjera të komunitetit ku jemi, që të mund t'i bashkojmë këta njerëz së bashku, që edhe ata të njihen me njëri tjetrin, të kenë marrëdhënie, ndoshta prindrit e tyre me prindër të tjerë, po të mund të shohin që edhe ata janë pjesë e kësaj shoqërie, edhe të gjithë po punojnë edhe bashkëveprojnë që ata të mund të bëhet zëri i tyre të dëgjohet. Do të kemi një tjetër shkëputje shumë të shkurtër muzikore për të rikthyer vetëm pas pak edhe për të ndarë disa mesazhe të fundit edhe në lidhje me Krishtlindjen, por edhe në lidhje me temën që ne jemi duke folur në ditën e sotme. Por më parë ju ftoj të ndiqni këngën Zot më ka marrë malli, kënduar nga Gloria Nure. Se më ka marrë malli
Zot më ka mërmalli kënduar nga Gloria Nure, një këngë shumë e veçantë. Kjo na riktheh në studio në programit Muzik Plus për të ndalur edhe tek diçka e fundit me gëzimin në ditën e sotme. Duhet të të pyes në këto momente, qoftë edhe nga pozita juaj dhe mënyra se si ju keni organizuar shërbesën i lirët, si mund të përcjellim gëzimin, duke marrë kështu edhe spunto nga emri i Job në këtë rast gëzim, por edhe dashurinë gjatë Krishtlindjes, sidomos tek fëmijët dhe tek ata që kanë nevoja të veçanta. Po. Mendoj që një gjë që duhet të bëjmë është fillo nga bazikja. Fillo nga bazikja duke kaluar kohë me fëmijët. Duke shkuar për vizite tek familjet e tyre. Dhe më mbaj mend para disa muajve kur organizuam një takim vetëm me familjet, jo me fëmijët, edhe një nenë u shpreh që na kanë haruar kushërinjtë. Nuk na vinë më për vizitë, edhe mendoj që është e rëndësishme që të marrim disa hapa që ne shqiptarët e kemi në gjak. Këtë mirëpritjen, traditën, mirëpritjen, dashurinë të shkuarit për vizita. Mirë po e harrojmë, edhe nëse po e harrojmë edhe nuk po e praktikojmë, do ta kemi të vështirë t'ia japim brezit tjetër. Kështu që një gjë që ta mbajmë të gjallë traditën tonë, është duhet të bëjmë këto bazike, duhet të dalëm me këta njerëzit për kafe, duhet të shkojmë për vizita, duhet t'i përfshijmë në aktivitetet tona. Nëse kemi zakone të ndryshme si të ecurit ose nuk e di të bërit një shëtitje ose të vajtur të pirit një kafe ose nuk e di qa të bërit ecje në mal, edhe gjitha këto, këta fëmijët edhe familjet e tyre le të bëjmë pjesë e aktiviteteve që ne bëjmë. Le të fillojmë nga bazat edhe të mos mendojmë se donjëherë ne kemi të vështirë për të bërë diçka për shkak se jemi të zënë me punët edhe me aktivitetet ndryshme, po na bëhet e lehtë kur i ftojmë këta njerëzit tek jetesa jonë në të jetuarit. Me gjërat që ne bëjmë, le t'i ftojmë edhe këta persona të tjerë, familjet e tyre, edhe në këtë mënyrë kemi mundësi t'i tregojmë, t'i shprehim dashurinë e Perëndisë. Edhe donjëherë ne e nënvlerësojmë t'i treguarit të fëmijëve ose familjet për Perëndinë, se mendojmë a do ta kuptojnë, as do ta kuptojnë, po ku janë ata. Edhe e vërteta është kjo që ne nuk i shohim dot zemrat, po ne duhet jemi të qëllimshëm për të shprehur me fjalë, përveç se me vepra, dashurinë e Perëndisë, po edhe me fjalë. Kështu që ndoshta duke i njohur fëmijët ku janë ata, nëse do të ishte mirë të lexojmë Biblën, le ta lexojmë Biblën së bashku, ose nëse do ishte mirë të tregojmë një histori nga Bibla, le ta bëjmë këtë. Ose ka raste që le të lutemi për ta që Perëndia do të veprojë në zemrën edhe në mendjen e tyre. Kështu që nëse çfarë duhet të bëjmë, le të fillojmë nga bazikja, le ti vazhdojmë të ushqejmë tradita të mira që kemi, mirëpritjen edhe të shkuarit për vizita, po le të mos e harrojmë për t'ia treguar me fjalë atë që Perëndia është edhe se çfarë Perëndia ka bërë. Ndoshta një këshill të fundit që ti mund të kishe në këto momente për ta përcjellë tek familje që duan të ndajnë këtë dashurinë, gëzimin tek fëmijët me aftësi të kufizuara në këtë sezon feste. Sugjerimi im është kjo, bëj diçka. Bëj diçka në qoftë se je familjar, bëj me fëmijët e tu. Shko, ndoshta mund të shkosh në kisha edhe shko kush është situata atje, në qoftë se ka ndonjë person, në qoftë se nuk ka, pyet fëmijët e tu për në shkollë, edhe mundohu të bësh mik edhe shok si familje, edhe në qoftë se ndoshta je beqar, edhe për ndoshta kalo kohë, ndoshta nga puna do kesh ca ditë pushim këtë sezon, kështu që mos i kalo vetëm për shkaqe vetjake, po ndoshta kaloj me qëllim, duke pra të jemi të qëllimshëm. Të qëllimshëm, po, të qëllimshëm se si të shërbejmë, si të bashkëjetojmë me ta, ose ndoshta ta bëjmë pyetjen, të dalëm nga rrehat lëku jonë, që mos e bëjmë pyetjen po si se donjëherë ne mendojmë këtë që unë dua të ndihmoj, po të mos i la këmbët e mia. Edhe është e vështirë, është e pamundur.
Dhe më qoftë se dikush po mbytet edhe ne duham ta ndihmojmë, duhet të idhemi edhe ne në ujë. Po nuk mund ta bëjmë ndryshe. Kështu që kur bëhet fjalë për të ndihmuar fëmijët edhe familjet, duhet të dalëm nga rretulli jonë për të parë që çdo se pastaj kur flasim për këto gjuhë të dashurisë, ne duam që ta shprehem të njëjtin gjuhë që ne e kuptojmë më së miri, por kur bëhet fjalë për ta dashur respektuar atë tjetrin, duhet të flasësh me gjuhën që për ata kam shumë kuptim. Kështu që të mos e bëjmë pyetjen unë do ta bëj kështu, por ndoshta si do të ishte më shumë e kuptimshme për kujdesi, dashuria për atë person, edhe ajde ta bëj, se nga ana tjetër kjo na kujton edhe këtë ungjillin. Jezusi në Filipianë na thuhet që Perëndia e përuli veten edhe u bë një si ne. Që duke u bërë si ne, të mund të pagoj mëkatin, edhe e pagovi Jezusi vdiqja dhe u ringjall. Po Perëndia e përuli veten për të na shërbyer ne. Tani edhe ne duhet të bëjmë të njëjtën gjë, që edhe ne duhet ta përulim veten tonë, që ti shërbejmë fëmijëve me aftësi të veçanta, familjeve të tyre, edhe të bëhemi pjesë asoj që kisha po bën me nevoja të nga më të ndryshme që mund të ketë si shërbëse, po edhe në përgjithësi. Kështu që çfarë mund të bëjmë, duhet ta përulim veten, për shkak se kemi një shembull që mund ta shohim. Edhe e dyta, sugjerimi i dytë do ishte kjo, që ne njerëzit kemi nevojë të bëhemi avokatë, të bëhemi zë edhe sy për ta kur le të themi pushteti lokal ose kisha ose organizata të tjera po i menjanojnë edhe nuk po i trajton ashtu siç janë. Me dinjitet. Kështu që nëse kisha nuk ka një shërbese, ndoshta ngrihe zërin tek drejtuesit edhe thoj që ose ndoshta fillo pak vetë me mënyrën që ti ke, ose nëse sheh ose dëgjon që diçka po ndodh në shkolla, edhe po bëhet kundrejt fëmijëve me aftësi të veçanta edhe familjeve të tyre, po ngrihe zërin ti, edhe shko tek personat e dur. Edhe gjithmonë kur ne si kisha dhe si komunitete kemi bërë këtë, kemi patur mirëkuptimin e njerëzve që punojnë edhe dashurinë për të bërë gjëra ndryshe. Çdonjëherë me pavetdije ndodhin patjetër. Po, kështu që ne të krishterët duhet të jemi avokatë edhe sy edhe vesh për të tjerit, të marginalizuarit. Për shkak se Perëndia e ka bërë këtë. Perëndia është avokati jonë, Perëndia është ai që na jep sy edhe që na jep vesh. Edhe kjo është piktura më e mirë, ku atë që besojmë, ungjillin që është lajmi i mirë për shpëtimin, tani edhe kur e jetojmë, bëhet më e aksesueshme si për njerëzit e tjerë, po edhe ne nëse duam të rritemi në besim, kemi nevojë që atë që besojmë ta bëjmë praktik. Nëse nuk e bëjmë praktikë, do ta kemi të vështirë të rritemi në besim. Kështu që për të krishterët do thosha që shiko çka kisha jote po bën, edhe pyet drejtuesit ose përgjegjësit se si mund të bëhesh edhe ti pjesë e asoj që po ndodh. Nëse nuk ka, ndoshta lutu Zoti po të thërë ty për të marrë për të bërë pioneri i një shërbese të kësaj natyre. Ose shiko për rreth, ndoshta në komshinë, në shkolla e fëmijëve, në komuniteti. Edhe ndoshta nëse je duke e ke pas këtë të ecurën, edhe ke një komshi, ndoshta ftoj edhe atë në të ecur. Ose nëse vetë pi kafe çdo mbasdite, po mos e pi me gjithë njerëzit. Ndryshohe njerë, pije me të tjerit. Ose dil jashtë këtij rretullit tënd, bëj gjëra që do të kenë kuptim edhe vlerësim për këta njerëz. Edhe që ti bëjmë këto, kemi nevojë të përulemi. Kemi nevojë të shohim Jezusin për të bërë këto gjëra. Gzim, në gjithë bisedën tonë në studio ke përcjell mesazhe shumë të rëndësishme. Të falenderoj vërtet shumë për gjithçka që ndave sot dhe jam e sigurt që ajo që ju jeni duke bërë do të jetë një bekim për këto fëmijë, për familjet e tyre, por edhe për gjithë komunitetin në cilin ata jetojnë. Përpara se ta mbyllim bisedën në ditën e sotme, jemi në sezonin më të bukur të vitit. Ne folëm së bashku për shpresën në këtë Krishtlindje, për besimin, dashurinë, se si ju mbi gjitha e përcjellni këtë mësmiri edhe përmes shërbesës Ilirët. Prandaj cili do të ishte një urim i joti në këtë sezon për gjithë ata që janë duke na ndjekur? Urimi do të ishte ky që
do më Perëndia e ka do më ka mbajtur premtimin që dha, duke e përullur veten edhe u bërë si ne. Nëse ka qëndrime në zemrën edhe në mendjen tonë, që nuk po na lën të përulemi edhe ta pranojmë, të jetojmë edhe ta duam Perëndin, ndoshta kjo është një mundësi për të reflektuar. Nëse Zoti i universit erdhi në mes nesh për të mos na lënë ne të ndarë nga mëkati, po që të na bashkojë, atëherë çfarë po lëm ne që po na ndan nga Perëndia? Kështu që nëse ndoshta mosbesimi, ose ndoshta krenaria, ose ndoshta dëshirat vetijake, mund të jenë gjëra nga më të ndryshmet, po ndoshta thirrja e Krishtlindjes është që Perëndia ka erdhur edhe do që të jetojë me ty, edhe me gjithë secilin që e hap zemrën edhe e pranon. Edhe ndoshta për te atmosferës, për te gëzimit, për te këtë atmosferës të festave dhe dekorimeve, lutja dhe shpresa ime është kjo që zemra jote do të jetë e hapur edhe do t'i bëj vend mbretit të universit, që ai të mund të vijë, të banojë, të jetojë edhe të ndihmojë ty për ta jetuar këtë jetë sipas qëllimit që ne jemi krijuar. Edhe është e pamundur ta jetojmë jetën tonë në potencialin më të madh, në qoftë se këtë nuk ja dorëzojmë krijuesit. Gzim, falenderoj vërtet shumë për gjithçka që ndave në ditën e sotme. Uroj të keni një periudhë dhe një sezon sa më të bukur, të bekuar në çdo shërbes që ju keni. Ishte kënaqësi të ishim së bashku sot. Shumë faleminderit Kela, edhe jam mirënjohës për këtë mundësi që patëm për të folur edhe për të parë atë që Perëndia po bën në të gjitha komunitetet. Të falenderoj dhe për gjatë bisedës në ditën e sotme, në pjesën e fundit, ti u ndale shumë tek përulësia, prandaj në këtë momente dua që të përshëndesim të gjithë ata që janë duke na ndjekur me këngën Përulem. Dhe bashkë miq rikthehemi vetëm pas pak për të vazhduar me minutazhin e mbetur të programit Muzik Plus. Gzim, të uroj një ditë mbar në vazhdim. Faleminderit.